Situata e krijuar nga moti keq në qarkun e Lezhës vijon të mbetet problematike, kryesisht në bashkinë e Kurbinit. Sipas të dhënave zyrtare, 3100 hektar tokë bujqësore ndodhen në pushtetin e ujit dhe shumë banesa janë të rrethuara në fshatrat e njësive administrative të Mamurrasit. Banorët thonë se prej 24 orësh janë të izoluar, duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme kryesisht në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Fol paktën veç na shohim. Se ku jemi? Kash, detyre ka shtet. Na pa jemi në uja, si me në uja. Shakimja, blegtoria, gjithë shafja në uja. E për shah, për një pakujdesi, për një brez betoni si duhet vehet shto. Kjo nuk është rasti i parë, kjo është rasti sa herë që ka ra ujë këtu, kush kjo urmë lidhna, zhanë s'kemi në resh deri më sodet akoma. Kjo është të rrit edhe pa rashin, këtë këra, është të rrit edhe pa rashin. Plot jo, sa të dush, gjitha këto që kap drejtimi, këtë në ujë janë. Tu aje vetëm shajtu në si theje që të shaj ora, për vetëm urdhët ministri, tu kanë hapë tash 5 vjetë, privat. Me fadroma, me gjona se u përmyta ne dhe në na përmyta ne gjithë. Tu është ma problem gjeja gjallë. Gjeja gjallë për shkondam, këtë. Nivelli 30 centim bashkë në bërë shpis. Po këtu? Këtu atë 80 centim. 80 centima. Janë grenë diktaturat e shpis, i këmë pa grenë. Ka 70 centim, 80 centim, 1 metrë. Ka për shteti kemi marrë në telefon, sët nga kanë thënë se për dovimet e shripa. Ka shura vetë mund të vinë të njësijës. Apelit të vind morin masa për vetëm shikit na blokon ne. Vetëm ky na blokon. Edhe në qytetin e Laçit, përmbytjet kanë lënë pas dëme të konsiderueshme, si shkak i vërshimit të ujrave. Banorët fajsojnë bashkinë e Kurbinit për investime të dështuara dhe neglizhencë, duke sjellë këtë situatë mjaft problematike. Nuk ka probleme, ka pas gjithë Shqipëria, por Laçi e kanë përmbyt. Nuk e ka përmbyt natyra, ka përmbyt bashkia. Bashkia Kurbin, sepse një pru me të njëjtët prurje, që është 100 metra më përtej, e kanë bë 5 metra të gjerë. Dëmët të janë shif komplet balë, betorina, plus e hidhin një nejër të vene pa ven, edhe në ato janë shkaktarët kryesore, dhe kjo vetëm bashkisë Kurbin. Po të shina hiku banda madhe, po kjo banda vogël për gërdin. Nga reshit ka pas probleme gjithë ditës, nuk ka qenë një probleme i madhë, puna reshëve, po ma shumë është neglizhenca e bashkisë. Si se shifni vetë, publik Kurbinit ka ranë më halë, kanë ratë gjithë në gjumë, nuk po hapë kush zënë e negojës. Ja, si është ura, ta shofim vetë, s'ka nevoj për komend, thonë ka ra përmbytje, jo nuk është përmbytje, është vetëm puna e bashkisë, se këj kanal është i bloku ka 5-6 vjetë, se s'ka vu kush dorë në ta. Edhe kjo janë del nga shtrati? Edhe sa herë të bjeri shink, del nga shtrati. Unë para shpisë se këm pas ujtin deri në gjundje. Shpesh herë përsëritet. Shpesh herë. Përshtit të komunitetit tonë nuk më nga në zonin, kanë frikë. Ndërkohë me ndërprerjen e rreshjeve të shiut, ka një rënje të nivelit të prurjeve në lumin Drin, çka ka ndikuar pozitivisht në evadimin e ujrave në lagjen Bestidhja të qytetit të Lezhës. Ndërkohë situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm, pasi nga shkarkimi i hecit të vahut të Deos, niveli i ujit në lumin Gjadër vjon të mbetet i lartë, duke dalë mbi urën e Zojzit dhe duke sjellë probleme në zonën përreth.